Me shqyqu aspektin profesional me thonë që 15 për të na është absurde në është atë punohet, por gjithsesi me 20 futbolist, 25 një trener mund t'i menaxhoj nëse janë të moshës së njëjtë, sepse është sfidë që shumë shkolla e kanë për shkak të termineve në fusha caktume që grup moshat janë të përzira dhe rrjedhimisht edhe aty ndohet aspekti profesional prej atij amator. Do thotë është sfidë, por ka përparime në këtë aspekt, por mendoj që në vitet e ardhshme me këtë trend që është duke zhvilluar infrastruktura, sidomos me fusha ndihmëse që janë duke bë, do të eliminohen apo do të minimizohen rastet e tilla kur një trajner punon me një grup me më shumë se 30 apo 40 fëmijë, siç kam parë edhe unë, siç e dinë edhe të gjithë. Disa prej shkollave të futbollit me thonë që edhe nuk i plotësojnë as kriteret minimale për me hapë si shkollë, tek këto do të me pas kujdes edhe prindet edhe institucionet cilat i mbikëqyrin. Numri i madh i fëmijëve dhe numri i vogël i trenerëve normalisht është vështësi që është shumë e madhe, për arsye se një trener varësisht edhe prej moshës, mirë po nuk mund të menaxhoj më shumë se një grup futbollistëve që janë afërsisht 20 futbollistë, me një asistent dytë që e ka. Për ndryshe, nëse është numri shumë i madh i fëmijëve në një grup, ata edhe shumë pak mund të marrë në kontakt me topin, sidomos te këto shkolla që nisin punën me gjeneratat prej U6, U13, nështë ta maksimumi U15, aty na ju vjen topi, aty na vjen hapësira, aty ju vjen korrigjimi i madh për elemente teknike dhe gjithë pjesën e futbollit. Trekëndshi fëmijë, trajner, prind duhet të funksionojë jashtëzakonisht mirë në mënyrë që ata të informohen me gjithë zhvillimin e fëmijëve të tyre, zhvillimin harmonik do të thoja. Dhe mos të kërkojmë që brenda një viti një fëmijë të bëhet yll, të bëhet futbollist i famshëm, por futbolli e dinë gjithë që është proces si çdo sport tjetër, duhet shumë sakrificë, shumë mund, shumë motivim dhe shumë punë profesionale në mënyrë që të zhvillohet në të gjitha drejtimet, qoftë edhe në edukimin e tij, por edhe në formimin e tij si futbollist. Kështu që një trajner mendoj që nuk mund të punojë më tepër se me 15, eventualisht deri në 20 fëmijë, që fatkeqësisht në shumë shkolla të futbollit hasim edhe grupe të mëdha që pastaj kontrolli dhe cilësia e fëmijëve nuk është në nivelin e duhur.